vetëm vikendeve ne I kemi pas mbi 30 intervenimet e tilla. Në regionin e Prishtinës, zjarret e shkaktohen më shumë nga dora e njeriut, apo gjatë verës kemi raste të shpeshta edhe zjarre të cilat mund të rrjedhin si pasojë temperaturave të larta? Që temperaturat e larta nuk është domosdoshmëri që shkaktojnë zjarr. Pra ato mund të, qysh e tha komandanti, mund të thojnë shumë barin edhe të bëhen materie lëndese, që mund mundes. Por pse është temperatura e lartë nuk do me thonë që do të kemi zjarr në fusha. Kjo është nga pakujdesia e njerëzve, e sidomos ndoshta nuk kanë qëllim, po lënja e mbeturinave, e gjësendeve që mund të imprimi zjarret në natyrë, ajo është nga faktori njeri. Pra, ende nuk është zbulu asnjëherë nga inspektorët e parandalimit, sepse fusha ju në fusha e reagimit, nuk kemi bëjmë me hulumtimin e shkaqeve të zjarrit, por vetëm me fushën e reagimit, ende nuk është zbulu ndonjë rast që për shembull prej temperaturave të larta edhe gjësendeve që janë kanë në natyrë është shkaktuar një zjarr. I bie se të gjitha zjarret janë nga pakujdesia e vetë neve, e vetë njerëzve dhe qytetarëve. Sidomos në hudhjen e gjërave, mbeturinave, gjomave të ndryshëm, shisheve me ujë të plastikës, edhe ajo mund të jetë burim I zjarrit, hudhje të cigareve që ndezën. Kemi bë apele të ndryshme, ka bë Agjencia me Nënçmimit e Emergjencave, apele të ndryshme për kujdes të shuar në temperaturat të larta. Komunët, gjithashtu Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca, por kjo vazhdimisht çdo vit neve na përcjell me zjarret e tilla. Vetëm vikendeve ne I kemi pas mbi 30 intervenime të tilla. 30 intervenime vetëm gjatë këtij vikende. Vetëm vikendin e kaluar kemi pas 30 intervenime. Në cilat pjesë? Ka në periferi të kryeqytetit dhe para lagjet e kryeqytetit. Ka zjarre në fusha, ka zjarre në ara, mbeturina, në male. Po mos harrojmë, e cekë edhe komandanti më herët, në një mesatare, zhvillimi I qash shpejtësinë e lartë e ka në bari të thotë edhe male që parafërsisht për 10 minuta mund të përfshihen 1 hektar. Sigurisht, aty ndikon edhe sa është I thamë, bima, me gjithat një mesatare është që për 10 minuta mund të përfshihet 1 hektar tokë me barishte të ndryshme. Dhe nuk ka mundësi që me këtu kapacitete që ne për çdo intervenim të reagojmë. Ne patëm rastin tashme para 2 nete, patëm në Mshet. Çka do të thotë që të njësit profesionale I kequ me shumë barë, në banesa në qytet të rrezikohet jeta e qytetarëve drejt për drejt. Kjo nuk do me thonë që nuk rrezikohet jeta edhe atje. Mirë po duhet me pas kujdes të shumë. Se në temperaturat e larta ne nuk duhet I bëjmë alarmante që kanë mund shkaktu zjarr. Nëse ne, si qytetar, kujdesmi për natyrën tonë, kjo do të kaloj shumë lehtë, mos me thonë që nuk do të ketë zjarre, se mund të jenë edhe incidentale, mund të jenë edhe vetë ndezje, qyshet se ka merre që mund të ketë mbeturinat e ndryshme që mund të jenë bërimi zjarret, mirë po nëse ka raste më pak janë më lehtë të menaxhueshme.